Bashkuara, por që javë vetëm për vizitën. Kjo nuk do të parandalohet, dytërimisht, nuk është politike, se ka shqiptarë që ditë e funit e diskutojnë sikur është një venim politik më shumë se sa një venim edhe në Tiranë opozita për këtë akuzon qeverinë që ka pravaskem politike. Kjo nuk është politike, se janë 75 shtete. Këto 75 shtete tu përfshin fatkeqësisht Shqipërinë dhe Kosovën, nuk janë shtete që është hera e parë që akuzohen për korrupsion. Këto janë shtete në vërtetë që fatkeqësisht edhe për Shqipërinë, pjesë e kulturës tonë, domethënë, është e korruptueshme. Domethënë nëse personat që vinë shtetet e bashkuara nga këto shtete, gjani e parë që duhet me bësh që si përfitojnë nga sistemi, si përfitojnë nga ky privilegj që më është dhënë, si mund ta shfrytëzoj për interesin tim. Veshin shtetet e bashkuara domethënë dikur edhe vazhdon të jenë, por sidomos në Trumpin, në administratën e Trumpit, është një gjë jashtëzakonisht madhore. Ti do të bëhesh Amerikan, po nëse do të bëhesh Amerikan, banu me vërtetë të Shteteve të Bashkuara, banu me pikpamjet e Shteteve të Bashkuara. Ne nuk duhet vim këtu ta kthejmë Amerikën, këto shtetet mundon ta kthejnë Amerikën në shtetin që nga cili kanë ikur. Ne duhet vim këtu që, domethënë, të jemi të sinqertë që ta mbështesim pikpamjen ose bazën ose kulturën ose gjuhën, domethënë, ose të mos abuzojmë sistemin. Mos abuzojmë sistemin. Nga ana e sigurisë kombëtare është jashtëzakonisht e rëndësishme masat që janë marrë. Shumë shtete që janë në këtë listë, në 75 shtete që janë këtu, janë shtete në vërtetë që janë akuzuar se një pjesë e qytetarëve të tyre shumë e vogël, por fatkeqësisht domethënë kanë bërë krime të jashtëzakonshme në Shtetet e Bashkuara, por kanë pjesë edhe grupeve terroriste dhe është e duhur se domethënë përfshin edhe një pjesë Ballkanit, të përfshin edhe vendin tonë Kosovën. Në Tiranë ka një debat të dytë për këtë, sepse ose më saktë një të lloj xhelozie që si ka mundësi që Serbia nuk u penalizuar, Shqipëria po. Është e bazuar në statistika, nuk është e bazuar në politik. Edhe ne domethënë kjo që do me bë një debat emocional ose politik më tepër, nuk është bindë, sepse po ti shihsh domethënë vizitorë që vinë nga Serbia, kthehen kohë, nuk i shkelin vizat. E tjetra është kur është hera punit në vërtetë që një serb ka bën një akt kriminal ose terrorist kundër Shteteve të Bashkuara. Shqiptarë amerikanë, domethënë 7-8 japun me emër tani, që janë të arrestuar dhe dënuar Shtetet e Bashkuara për akte kundër Shteteve të Bashkuara, akte terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Të njëjtën gjë mund të themi për Kosovën, domethënë gjatë luftës me ISIS që ishte në Siri, domethënë ne dërguam ose kosovarët ishin shteti më i vogël e madh pothuajse në botë, që kishte ushtar më shumë e madh që ishte në luftë kundër pranimit. Këto janë fakte, këto janë statistika dhe ka raste që ne si shqiptar mund mos i pranojmë edhe do ta kthejmë në termat politik ose në debat politik, po këto janë statistika në vërtetë dhe nuk është vetëm ajo, po ti shih shtetet e tjera, tu përfshi për shembull të gjithë Evropën e Bashkuar, që nuk ka nevojë për vizat vinë në Amerikë. Ata vinë me atë programin që thirret ESTA, po kthehen, nuk i shkelin domethënë parimet e këtij shteti, kurse ne shohim pothuajse si oportunitet që nëse marr vizën si mund ta shfrytëzoj maksimum që mos kthehem në shtetin tim, është fatkeqësi, po këto në vërtetë kjo është realiteti jonë. Zoti Luma, edhe diçka të fundit kam Ballkani, sidomos pjesa e Shqipërisë e Kosovës janë pa ambasador. Çfarë do të thotë kjo? Është larg vëmendjes së presidentit Trump, administratës Trump së pari, dhe së dyti ju mund ta merrni në konsiderat nëse do kishte një propozim të dytë për të ardhur në Shqipëri si ambasador? Unë e vizitoj Shqipërinë, vinë në Shqipëri edhe domethënë kam një të kaluar të hillur në Shqipëri, familja ime. Vazhdimisht u them njerëzve që baba im domethënë e ka sakrifikuar jetën e tij që unë dhe vëllezërit e mi dhe familja ime të jetojmë në liri, të jetojmë në demokraci. Mund domethënë kur jam dalur nga Shqipëria, familjen kam pas të internuar, babën më kanë torturuar, domethënë ka vdekur nga torturat. Edhe akuzat ishte që ti si babë ke di që fëmijët po të largohen nga Shqipëria, pse se ke njoftuar shtetin? Domethënë kemi është nostalgjia ta vizitoj Shqipërinë, vi, por në anë tjetër kthehem me zemër të thyme, sa herë që vi se duhet me rikujtu, domethënë vujtjen e përsekutimit që kena pas. Por nga ana tjetër, çdo ambasador që ka në Shqipëri, nga ana kulturore dhe tradicionale është kthyer kënaqur. Kushdo që ka qenë, domethënë se populli shqiptar ofron shumë gjëra pozitive. Por asnjë ambasador që është kthyer deri tani nuk e mohon faktin që Shqipëria ka korrupsion të jashtëzakonshëm. Këtë është një gjë që shqiptar, parlamenti shqiptar, udhëheqësi shqiptar duhet ta luftojë.
Në qoftë se lufton një gjë tillë, nuk është kush vjen ambasador. Nuk ka për të nënshuar ambasadori amerikan në Shqipëri. Duhet në shohim mentaliteti jon. Po kushdo që ta kenë privilegjin që të emërohet nga presidenti i Amerikës që të vinë ambasador, duhet aprovohet nga Senati amerikan, është një privilegj i jashtëzakonshëm që të shërbesh Shteteve të Bashkuara në një shtet tjetër si ambasador. Kushdo të jenë, është diskutuar disa persona që njërin e njoh personalisht që është diskutuar, ai ka refuzuar një gjë tillë për arsye familjare. Nuk diskutohet për momentin është një përkohshëm që do të jenë në Tiranë, por vetë ju do të shihni një ambasador që edhe Shqipëria do të jenë kënaqur edhe Shtetet e Bashkuara do të jenë kënaqur me të. Zoti Rumaj, të falenderoj shumë. Lutem vazhdo, përshëndetje, mirupafshim.